vend këtë fushatën të cilën po zhvillonin në viti? Avërsia me qytetarit? Ne kemi bërë pro projekte konkrete, kemi paraqitur ato projekte. Spari ne jemi të vetmit që deri më tani kemi paraqitur program të plot, sepse kemi punuar nga tereni, kemi studiuar çdo element të komunës tonë, ka 3 vjet në për grupet e tona të punës, të cilat janë të konkluduara në një program të qartë dhe aty qytetari mund t'i gjen të gjitha. Ky program i cili është prej 10 faqesh, i kemi riparaqitur në forma më të reduktuara, sepse jemi në fushat dhe koha nuk i premton qytetarit që ta lexojë gjithë programin, duke e shpalosur një për një, pikë për pike, çdo secili kandidat hyni. Dhe tani kanë filluar të na kopjojnë edhe po them rivalët tonë, degët e tjera, të cilat janë në garë me ne, po mundohen, çdo secili po mundohet, sepse ne jemi shumë të kënaqur në fakt. Në fjalën po ju kopjojnë në komunën e Vitis? Po në komunën e, jo, kam fjalën në komunën e Vitis, ndoshta edhe më larg, po ne po flas vetëm për komunën e Vitis. Po mundohen që të na përcjellin dhe jemi ne shumë të lumtur që po japim mësim se si bëhet një program serioz, si projektohen gjërat, si studiohen gjërat, nuk duhet vetëm t'i kopjojna, duhet të ulen t'i studiojnë, se kjo është një problem, po nejse, ja u tregojmë më pastaj, dhe si është të kesh guxim të flasësh dhe t'i cilësosh anomalit, problemet, të keqen, pa të trembur syri, sepse duhet, kur je përfaqësues i popullit, duhet ta ngritës, duhet ta cilësosh dhe ta ngritësh zërin, sepse qytetari kërkon prej nesh që ne të flasim, jo të heshtim. Qytetari ka të drejtë të pëshpërisë, politikani jo. Dhe është për herë të parë, sepse Zoti Sokalaliti ka arritur ato që e quajmë ne ta vendos ligjin e heshtjes. Dhe ne për herë të parë, jo vetëm përgjatë kësaj fushate, po këtë 3 vjet e fundit, e kemi shkelur këtë ligjin e heshtjes, të cilin e ka vendosur Zoti Sokalaliti. Sa e vlerësoni kështu që ka vendosur? Sepse ashtu ka qenë, dhe unë mund të argumentoj me 10 fakte. Jo fakte, po mund të argumentoj shumë gjëre gjatë, po do një shpjegim shumë të gjatë, po Sokalaliti e ka shty për çdo institucion, e ka kthyer në shërbim të vetës dhe jo në shërbim të qytetarit. E ka shty për zërin qytetar, i ka shty për OJQ-t, përmes subvencionimeve, përmes klientelizmit dhe përmes formave dualiste të cilat i ka vendosur këto 12 vjet e fundit. Dhe po mos të ishim ne për ta rithyer këtë heshtje, për ta rikthyer qytetarin në qendër të vëmendjes, ne do të pësonim pra edhe një heshtje shumë të gjatë në veti, e cila ka pasoja afat gjate, dhe jo vetëm afat shkurte, e cila përkthehet edhe në të gjitha projektet skandaloze të cilat ky njeri i ka bërë në komunën e Vitis dhe askush nuk e ka ngritur zërin para nesh. Mund t'i jap me 10, po ndoshta nuk do të kemi këtu në kohë. Kështu që ne do ta vazhdojmë fushatën. Po nëse thoni kështu, çka llogarit një atëherë dështim të qeverisjes së deritanishme? Po është e padiskutueshme, këtë e di çdo qytetar i Vitis. Unë po i flas qytetarëve të Vitis dhe ata e din për çfarë kam fjalën, sepse mund t'i cilësoj. Por mbase nuk na shohin vetëm qytetarët e Vitis, na shohin edhe qytetarët e tjerë, andaj pse jo? Po të flas për Vitin, për qytetarët e tjerë, bëjeni me mend. Për shembull, e jap një shembull konkret, e keni zonën industriale të Vitis. Po jepni këtu përndukët nga ato të cilat janë dhënë kryetari, ato që janë përfunduar. Mund të lexoni raportin e GAP-it gjithashtu, ku Zoti Sokalaliti e lexon te prap. Gjithçka që ka thënë GAP-i, ai e thot nga ana e kundërt, e lavdron vetin, kurse raporti e thot krejtësisht të kundërtën. Po këtë nga premtimet të dhëna 18 gjithsej të listuara pra në Institutin GAP, vetëm një nga premtimet nuk ka filluar fare. Dhe është fjala për mbështetje nga komuna për krijimin e bizneseve në fushën e inovacionit dhe të teknologjisë. Disa të tjera pra janë të filluara, megjithatë kanë përfunduar kjo përfunduar zona ekonomike. Po e filloj me këtë. E shkoni këtu lart zonën ekonomike? Po. E dini ku është bërë zona ekonomike? Zona ekonomike është bërë në pikën më të ulët të Vitis. Pra aty ku mblidhen të gjitha ujërat mbi toksore, aty është pika ku mblidhen të gjitha ujërat e Vitis. Pra në atë pikë.
ai ka shku e ka bon zonën ekonomike aty. Aty është edhe pelg nën toksor. Çdo gjeolog e din në viti, të cilën e kam cilësuar qysh para se të fillonte kjo zonë ekonomike dhe e kam shpjeguar, mirë po atëherë nuk kisha mjaftu shumë zë sepse nuk më njefshin qytetarët. Është fjala për 3 vjet më përpara. Por e kam cilësuar, e kam treguar, edhe i kam thënë edhe së kalalitit në tavolinë. O zotria, e di çka jetu bon. Aty është pelg nën toksor. Janë do thotë është pelgu nën toksor dhe janë gjitha ujëra mbi toksore të cilat mblidhen po në atë pikë. Pra është zona ekonomike është në Budrik, e quajmë në Budrika e epërme në atë vend. Është vendi i vetëm